Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valëve të radio televizionit të Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 11:10. Në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, ne kemi ftuar shumë personalitete kombëtare dhe ndërkombëtare që do flasin rreth jetës së kombit ton gjatë këtyre 100 viteve. Sonte në emision kam një njeri shumë special, shumë të veçantë që ka ardhur nga Franca, një studius i jashtëzakonshëm i çështjes shqiptare, vetë shqiptaro-francez, shqiptaro-egjiptian, me origjinë shqiptare, zotin Arif Matjani. Mirë se keni ardhur, profesor. Mirë se gjeta. Du të shpjegoj një histori të shkurtër që më ka ndodhur dy gjëra të veçanta rreth personit tuaj, personalitetit tuaj dhe të Sizia Zykës, që ju e keni njoft. Edhe ai shqiptaro-francez. Diku në vitin 1986-87 shoh në vitrinat e librave një autor i hypur mbi një kal me një shesher ashtu kauboj, njeri kauboj, edhe shkruan në Sizia Zyke. Lexoj në libër mbrapa i përkthyer në suedisht dhe shoh se autori ka origjinë shqiptare. Prindërit e tij të arratisur në Francë diku në vitin 1938. E njëjta gjë më ka ndodhur me juve para 2 javë në Stockholm, me një grup të intelektualëve suedez edhe shqiptar. Fillojnë edhe më flasin për Mathieu Arif, si theksohet emri juaj në frëngjisht? Mathieu Arif. Edhe unë, me të thënë drejtën, në fillim nuk e dita se kush jeni. Më thanë që është shqiptar, edhe thash sigurisht që quhet Arif Matjani. Tani, me thuaj, është histori po thuj se njëjtë me Sizia Zyken, prindërit e juj, kur jo në arratis në Egjipt, ju keni lindë në Egjipt? Unë linda në Egjipt në 1938. Babaj dhe nana janë prej Katondit Remull, në Mat, afër Merditis. Më thonë është veriu i Matit. Babaj shkoi në Egjipt në 1910, ishte i ri, ishte jetim, i kishte vdek nana 1 vit përpara, e motra vet ishte në Egjipt. Ishte martu me një shqiptar, shumë i pasur, e ajo që e ka eduku babën, e ka rujt babën, dhe babaj shkonte për çdo vit shkonte në Shqipëri. Por çuditërisht ishte fiu me nanën time që në Gjep. Do me thanë, ishin dy familje të shqyura të Matit, e kanë desh me u bashku. Sikur bëhet shumë në Shqipëri të veriut. E kështu pra, i lindi njanët një gjallë, tjetrit një vajzë, edhe i fijun që në Gjip. Nana ime shkoj në Gjip në 1936, unë lindën 2 vjetë pastaj, mrapa. Kështu pra, unë kom jetu 23 vjetë në Egjipt. Studimet i bëna në përshkolla francezi. Por, gjuha e parë ka qenë Shqipja. Babaj në ndalonte me fol arabisht, deri sa u bëm 4-5 vjeçar. Atëherë fillum të mësu arabishten, frëngjishten në shkollë. E kështu pra kemi jetu shumë mirë, një jetë që sot s'mund të jetoj une qoftë se jam arshi miliarder,
ishte një kohë e tjetër. Babaj ka punu të në jetën e ti në rrethën e mbretënisë egjiptiane, sidomos ke Izet Pasha. Izet Pasha është një familje prej Tiranës, familje Qëraliut. Dhe më thonë ka një përardhje shqiptare. E kështu pra, kur erdhi Naseri, u ndryshon punët ekonomikisht, kështu. Edhe unë hika në Fransën në 1961, në 18 janar, edhe fillum nga zero. Unë fillova nga zero. Ju i këtë me babajnë, me familje, apo vetën? Një vit e gjysëm, pastaj erdhen në Fransë. Rregullova unë punët. Për një vit kisha koha unë të me i rregullu punët që të shtetësohen në Fransë. Po. Në fillim kemi vujtë, kemi shumë, se unë studimet i marova në Kairo, studimet e mesme në licene francez në Kairo, letrare, dega letrare, latinisht e grekisht, dhe mbarova universitetin në fakultetin Leonardo da Vinci për arkitektur. Por fatkeqësisht në Francë su munda me pratiku arkitekturën. Se s'munda me pas një si thëmë në frengishtë, ekvivalens. S'munda me marë. E kështu pra, shumë... Pastaj u bashkut me prindrit, erdhen prindrit e ju? Erdhen prindrit, atëherë, po. Erdhen prindrit, edhe jetun babaj vdiq në 1976, e nana në 1986. Desha para se të kaloj tek puna juaj, vazhdimi punës tuaj intelektuale në Francë, du të bëj një pyetje më tepër për prindrit e tu se sa për juve personalisht. Thatë që keni jetu një jetë prallore, një jetë mbretërore, një jetë shumë të bukur. Si e ka përjetu baba juaj arratisjen nga Egjipti dhe nëna juaj, sepse njeriu kur shpërngullet nga një vend në një vend tjetër, është ndoshta tragedia më e madhe që i ndodh një njeriu. Prandaj unë i du shumë mërgjimtarët tonë, i du shumë ata që jetojnë jashtë trojeve shqiptare, gjithë shqiptarët, sepse njeriu si thu shndrohet në një zerra. Lën gjuhën, lën shkollën, lën pasurinë dhe vjen në një Francë, vjen në Evropë, ku do qoftë Suedi, në Amerikë, dhe je njeri zero, dhe fillon gjithçka nga zeroja. Si e përjetun ata? Kjo ka qenë një shkëputim shumë i vështirë. Një dhimbje shumë e madhe. Sidomos për prindërit e mi. Na kishim kulturë franceze. Unë kur shkova në Francë, e fliqa frëngjishten si francez. Kulturë, histori. Por prindërit u shkullën. Sidomos nëna ka përjetuar rënë, po? Nëna është... Unë me nënën isha shumë i afërt. Nëna e shkreta jetoj në mergim, humbi nënën, humbi vllajën, humbi 2 motra, e qatë gjithmonë, kur vishin letrat, qatë edhe unë qasha me të. Ka qenë shumë vështirë. E kur erdhen në Francë, ishte një ndryshim jete, si shto kollaj. Por shqyr që kanë pas së fëmit, imi 3 vllazën e një motër,
nuk i kemi lanë vetëm, jemi kujdesu. Sigurisht, fare nuk po hynë atë për kujdesjen materiale, po flas nga gjendja shpirtërore, për ata ka qenë shumë e rëndë, njëherë nana nga Shqipëria në Egjipt, po e stabilizon jetën, po punon, po ndërton një piramidë të Keopsit, edhe po të prishet tërë piramida, po kalon në Francë. Kjo ka qenë e rëndë me siguri, Një mergim i dytë, një ekzil, se në kohën e komunismit, ishim si të denuar, se familje babajt dhe familje nanës ishin zogist. Sidomos veriu ka qenën i afërt me familjen mbretërore. Prandaj dërgoshëm letra no. Po në 10 letra ndoshta 2 arriqën. Edhe më anën tjetër, ato letra që i dërgoshën për Shqipërisë, ndoshta 1 a 2 që arriqën, se ka pasun si blokazh ka. Ka qenë blokim total gjatë. Total. Imi shkëputur 100% për adreut. Mirë, në Francë pastaj keni vazhdu studimet dhe për momentin ku jeni duke punu? Unë në fillim kom punu me disa shoqëria të vogla pa rëndësi, se nuk e kishim nën shtetësinë franceze. Po problemi është që na nuk ishim as shqiptar nuk ishim, as egjiptian nuk ishim. Babaj s'ka desht kur me marrë nën shtetësinë egjiptiane. Mirë po kur u myllën kufit me Shqipërinë, metëm na pa ambasador, pa shtet. E kur erdhëm në Francë, s'kemi pas pasaporta, kemi që laissez-passer. Sepse ishim apatrid. Apatrid do me thonë pa komp. E kjo ishte një vështirësi e parë. Se në Francë në ato koha ishin pak si rasista. Post që frances nuk jetë trajtu njësoj. Jo, nuk jetë trajtu njësoj. Këtë qenë diskriminuar. Pa. E pra une s'desha me marrë në nënshësinë franceze. Pri babajt. Babaj ishte patriot. Edhe i natëshor. Po. Tamam shqiptar. Shqiptar, po. Me musteqe. Prita une, po në 1975 fola me ta. I thom, orbab, kështu është puna, s'mund të jetojmë këtu, për pa me marrë në shqesin. E më tha muar gjallë, ti në qëfëse donë me marrë në shqesin, me revet, lim mu të me lonsh rahat, unë s'marrë në shqesin. Mirë. E mora unë në shqesin, 14-15 jetë, pas arritjesime në Francë, në 1975. Që kur mora nacionalitetin, filova me i grabit ato shkallat e jetës punëtore, edhe arrita isha drejtor tregtie, drejtor administrate, drejtor teknik e një
firmë siderurgjike shumë e madhe në Francë. Edhe deri sa mora atë shkopën të mareqalet, u bëna direktor shoqënie. Shkova 4 vjetë në Libi, në Tripoli të Libis, direktori i shoqënisë. Edhe pastaj, kur u ktheva në 87-ën, 88-ën, desha më u kujdesu për çështjen pelagjike. Dhe në 1995-ën vendosa që mos punoj, të anoj punën, e vetëm të kujdesohem për studimet e hullumtimet e mia. Prej 95-ës deri në 2000, vazhdova unë punimet e mia, të studiu, të kërku, ka 10-15 orë në ditët. Edhe natën, në orën 3 natës, u qosha e filosha të studiu, do me thonën shumë pak gjumë, shumë djerës, 5-6 vjetë. E kur i marrova unë studimet, disha me botu librat. Po ishte shumë zorë. Ishte shumë zorë se ato shtëpia të botuse janë shtëpia tregtare, do me thonën duhet beshen para. Po s'ben para me këto lloj teme. Tem shumë e vështirë, edhe me zbulut vërtetën për shqiptarët. Po nuk i njefshin ata pelazgët. Shfash ky libër, ky njeri që po na qa kokën me këta pelazgë kështu. E 2 vit të kërku, e përfundimisht e vendosa që me miraxhan është që i bëtoj vetë. Shkova në bank dhe mora UHA një 15.000 franka. 15.000 euro, nuk ishin, do me thonën, në ato kohë, ishin eurot, se euro ka në 2001. 15.000. Ke marrë kredi? Kredi, kredi. Këtu si e tregu bashkë shqiptara, po? Ja. Po e them në kuptimin e asaj se zakonisht shqiptarët marrin kredi jo për syneti, jo për dasma, o për shtëpi, ke marrë kredi për libër, a? Për libër. Okej. Për libër, për një... Këtu je tregu shqiptari ekstremit, se më the paraprakisht se janë 2 ekstreme, a? Po, unë mora një kredi për një kauzë, për një çështje, për një qëllim historik. Veti kom shkru vetë me makinë. Në kompjuter? Në kompjuter, vetë. I kom korrigju vetë, edhe i futa me një CD, edhe shkova me CD-n. Në shtëpi botuse? Jo, një shtëpi Shqip... Në Shtyp Shkronjë? Shtyp Shkronjë, po. E kështu pra që i botova unë librat e mi. Vetë. Mirë, se kom borxhe, kërkuj. Du të pyes diçka, librin që e ke botu Shqipëria, Odiseja e pa besueshme e një populli para Helen. Pse e ke titullu si Odiseja e pa besueshme? Ne jemi para Helen? Po. Ku e mbështet këtë? Përse e pa besueshme, se deri më sot, që në ka në Francë,
përgjithsisht në Perëndim, nuk i njohin Pelasgët. Rarë janë studuesët ose shkencëtarët në Francë që kanë mësu historinë para Elene. Vetëm historinë helenistike, por historinë e lashtë nuk e din. Edhe më sot një shkencëtar, se në Evropë, në Perëndim, kur një shkencëtar të kundërshton, ai të bjen provën e të kundërtën. Kur nuk e ka provën e të kundërtën, s'të kundërshton, se nuk i ka elementet kundërshtuese. Ato njerëzit që më kundërshtojnë janë ata që nuk e din mirë historinë e lashtë, nuk ka kanë mësu. Vetëm kështu me fjalë bosh, të thonë, unë nuk jam dakord, po ti pse nuk je dakord? Pse kundërshton? Pa ai nuk e di. Ai vetëm di me thonë, unë nuk jam dakord. Mirë, po më intereson në cilën literaturë, në cilën ku jeni mbështet që keni nxjerrë këtë përfundim? Jam bazuar përfundimisht në shkrimet e lashta të autorëve të lashtë grek, si Kateu i Miletit, si Elanikos i Lesbosit, si Herodoti, si Tucididi, si Straboni. E këto të gjithë, pa përjashtim, kanë thënë që Pelasgët ishin banorët e Greqisë, e Egjeisë dhe Anatolët perëndimor para ardhjes të grekëve. Të gjithë. Përse autorët moderne, përse nuk i kanë marrë parasysh këto shkrime? Kjo është një habitje, unë nuk e kuptoj. Janë shkru. Është një e vërtet, është e vërtetueshme. Unë jam bazuar në ato shkrime. Ju thoni janë shkru. Ju i keni gjetë këto shkrime në arkivat franceze? Në arkivat franceze, po. Në bibliotekat më të mëdha të Parisit. Sepse është një fenomen interesant se historia jonë e shqiptarëve e gjitha periudhave ekziston pothuajse vetëm në arkivat e huaja, në arkivat franceze, Çuditërisht, po. Anglez, për shembull tash në bibliotekën mbretërore të Stockholmit ishte mbreti Zog i filmum që kishte bën vizitë zyrtare në Suedi me 14 shtatit 1939. Domethënë, ishte i filmum, jam shumë i sigurt që po të gjurmon në arkiva do t'jetë edhe Ismail Qemaili me Isa Boletinin të filmum në Londër, kur ka qenë vizitë. 100%, po. Por që ne pak i kemi hulumtu këto arkiva, je dakord me... Jam dakord. Ju kur i hyt punës arkivore, punës shkencore, hulumtuse, u fascinut me atë që zbulut për origjinën e juj, për origjinën e shqiptarëve? Unë që vogli, babaj më thonte orgjal, mos harron se jemi një racë vjetër. Na i rjedhëm për i Pelasgëve. Babaja dite historinë e lashtë, se ka jetu me një rreth kulturor, ka pas qajupëna ka pason mik.
Azrenën e ka pas mik. Adhamidhin e ka pas mik. Ernest Koliqin e ka pas mik. Ernest Koliqi që ka jetu në Rom. Ernest Koliqi është u bon kumar i vllaut vogël tim. Kështu pra, që së vogli, e dishëm historinë në Shqipërisë. Mu, në fillim, 6 mujtë e parë, desha me udhërzu. Të me thonë, kisha aq, ishte e kundërta, ishte historia lamsh. Ishte bo lamsh, thash me vete, ja, por nuk po shkoj ma gjatë. Por, i thash vetës jo, ti tani ke filu, e s'ke me ndalu punën. Filova me kërku të kundërtën, do me thonë e vuna vetën në vend të një kundërshtues. Sikur të ishe ti grek ose Se të kur të isha grek ose slav ose dresh ose s'ka dush. E kështu pra, pas 6 muj, vetëm me këtë qëllim, që ta gjaj të kundërtën. Nuk e gjeta dhe u gasmova, thash me vete mirë pra, po filloj studimet thjesht. Kështu filloj. Dhe pas studime zbulut një mori dokumentash që ju fashinun pastaj, ja? Ju nëziten me vazhdu studimet e juja? Kulumtimet? Po, unë 5 vjetë, 6 vjetë kisha një qenë unë, isha vetëm. Isha nda për i grujës, isha vetëm, kisha qenën, e jetosha kështu unë, me hullumtime, me kërkime, s'kisha asë një lajmë, do me thonë, as radio, as televizje, as nuk s'lezosha gazeta, isha si një prift me një monaster. A ka qenë koha ma e lumtur e jetës tate? Ja. Jo, po mendoj që... Ja, ka qenë shumë e vështirë, se unë e kisha vun jetën time me një anë. Okej, në kuptimin e asaj se kam lexuar një psikolog që thot, nëse don ta ndish veten mirë, mos shiko asnjëherë lajme dhe mos lexo gazeta ditore. Në kuptimin psiqik, e ke ndi veten të qetë, qenin afër, arkivin? Jo, unë jam një njeri vullnetar, jo në këtë pikpamje. Unë në jetën time gjithmonë kom shku në fund. Në cak, ku ke dasht? Po, ku kom desh. Gjithmonë. E morra unë këtë qeshtje, e kom kacaru këtë qeshtje. Natën, u qosha natën, jetosha me këtë qeshtje. Mirë, kur u botu libri, po më intereson, ju e keni promovu librin edhe në Francë, edhe në Zvicër, në disa vende. Më intereson reagimi i atyre që nuk mendojnë si ju, sidomos i grekve edhe i slavve, sepse përmes librit tuaj ju keni hedhë tezën që shqiptarët janë populli i parë autokton në gadishullin balkanik, janë populli më i vjetër, apo? Po. Cilat kanë qenë reagimet e palës kundërshtare? Reagime zyrtare nuk kom pas. Asë një reagim i kundërshtues.
Përse, si kur u a thash, një shkencëtar, në qoftë se të kundështon, të bjen provën e të kundërt. Kur nuk e ka provën, jetet pa kundështim. Unë, qëllimi i veprave time, ka qenën që desha të rivendos historinë e vërtet. Të rehabilitoj popullin Pelask, ose Pelasgo i lirë, ose Trako i lirë, njësoj, një fis. Këto libra natyrisht nuk s'u ka bo qefin as grekve, as slavëve. Se shkon në kundërshtim, në shka kanë mësu në për shkolla, shka kanë mësu në për libra. Kom pasun kundërshtime, por janë kundërshtime të inateve. Të inatve. Njerëz që nuk e din historinë. Mu më kanë grekët, më kanë mos i sharlatan. Si një njeri që duhet me vra, me zhduk. Si është prit libri është botu dhe në gjuhën franceze, apo? Po. Frëngjisht edhe shqip. Po. Ka pas ndonjë reagim nga shtypi francez, për shembull? Ja. Ja, se unë jam një njeri modest, nuk rëmoj unë e këta, jem krenar. Në jetën time, kur nuk kum lyp në i gjë. Ndoshta është gabim, po kështu jam. Mirë, tash... Nuk kum shku mbrapa unë. Do kalojmë të një segment tjetër. A ke prit brenda për brenda vetës tate, ndonjë mbështetje për shembull, mbas botimit librit, a mendon që do duhej të paktën ambasadat e Shqipërisë, edhe ambasadat e Kosovës, kudo që janë në përbot, të kenë një eksemplar të librit në gjuhën franceze, t'ja dhënë studiuzve atje, për shembull, e ke prit një gjatë tillë që besoj nuk ka ndodhur, se s'ndodh asnjëherë. Ky është një problem. Ma shpjego që të problem, se po e di që janë problem. Kjo është një problem shumë i vështirë. Nuk po t'jap emrat e ambasadorëve, por... Po deshe mund të më japsh në besë. Jo, s'ti jap. Mirë. Ja. 2 ambasadora, i pari... Atë Shqipërisë, atë Kosovës? Jo, të Shqipërisë. Kosovës është i vonshëm. Në rregull. Ky i pari ka bon be Zoti Arif, librat e ju, të të bëjmë një mbledhje, të të bëjmë një recepcion për librat tuaj e kështu mirë. Mas ne t'ja ambasador 2-3 vjeta, nuk e di ose kështu, edhe sot po presona. Edhe librat ja kisha dhuru. Ky tjetri njësoj. Po, unë çuditem, me bëhat si ndoshta kanë një farë presion për qeverisë. Se një ndikim, nuk e kuptojnë e këtë punë. Kur paraqita tezën time, e ftova ambasadorën. Nuk erdhi. Përse? E pres përgjigjen ende. Shkova në Shqipëri. Autoritetat zyrtare nuk më kanë ftuar. Vetëm
televizionet si juj, në Top Channel më ftuan për një debat. Por nuk shkojmë atij. Me t'i kështu si privat. Autoritetet akademike më kanë kundërshtu. Se në Shqipëri, në kohën e Enver Hoxhës, metën historiant tek iliriant. Nuk shkun më ati. Do më thonë ato pelazgët i kanë vu me njanë. Po i vetëmi është Spirokonda që bëni diçka. Ky është problemi. Me syrin e një shkencëtari, me syrin e një studiusi, të një akademiku, dhe me atë disketën e mendjes juaj franceze, evropiane, a mendoni që akademitë e shkencave në Kosovë edhe në Shqipëri kanë qenë më tepër akademi politike se sa akademi shkencore? Po, nuk e di, se nuk kam prova, tap një mendimin tim. Ajo merr më tepër me politika me shkencë. Në kohën e komunistët, sigurisht. Për atëherë po flas. Në kohën e komunistëve, sigurisht. Tani nuk e di. Se nuk jam unë në sferet politike të shtetit shqiptar. Po për shembull, kur preken interesat kombëtare të Francës ose të Gjermanisë ose të Suedisë, zakonisht akademitë atje dalin me një vlerësim, dalin me një platformë, dalin me një autostradë ku thojnë se këtu janë vijat e kuqe dhe deri këtu mund të shkohet ta zom konflikti me grekt ose tani që kemi në konfliktin me Serbinë. As akademia jonë e shkencave këtu nuk ka dalë ndonjëherë me reagim, as akademia e shkencave në Shqipëri nuk ka dalë me reagimin për shembull të kufirit detar mes Greqisë e Shqipërisë, ose tash ishte presidenti serb atje në Kumanov në një përvjetor të një masakrit, një kasapane që është bërë kundër shqiptarëve. Prandaj, pyetja ime ishte kjo se a do duhet të ishte akademia më aktive në këtë drejtim? Po, sigurisht. Sigurisht, pas deri më sot nuk ka reagim zyrtar. Tani, do kthehem te një diçka që më intereson. Ju, në jetën e juaj, nga do që keni shkuar, gjithmonë e keni bartë, sikur një lloj kanceri në shpirtin e juaj, në trurin e juaj, në mendjen e juaj, kthimin në Shqipëri. Kur keni qenë për herë të parë, kur jeni kthyer në Shqipëri për herë të parë, kur e keni vizituar? Në 2007 më ftuan për provimin e librit Shqipëria, libri i parë, që ishte në atë kohë përkthyer në Shqip. Arritja ime në Shqipëri më bëni shumë përshtypje. Në çfarë kuptimi? Kom qa. Një dhembe zemrore. Pse keni prita gjatë, pse keni ardhur 2007-ën, zakonisht nuk vizitoni asnjë vend pa pas një sebep, një arsye? Jo, unë përse nuk e kom vizitu për para. Po, kisha halet e mia. Hale familjare, hale private, halet e librit që ata librat në Francë unë i shitësha, se s'kisha kështu një farë zyre që distribuor, po i bësha vetë në kretë. Vetë si një
një punëtor, si një artizan, si prandaj. Mirë, para se të kaloj tek pyetjet e fundit për arsyen që keni ardhur në Kosovë dhe të flasim për shtypjet e juaja me Kosovën, du të pyes një diçka. Njeriu kur është mërgjimtar, kur është siç është bota juaj, bota ime, bota e miliona mërgjimtarëve tonë, gjysma njeriu as nuk është qen, as nuk është ujk. As nuk je francez, as nuk je shqiptar, ha? Më ke thonë që ne jemi në dy ekstreme, kur jemi të mirë, jemi shumë të mirë, kur jemi të këqij, jemi shumë të këqij. Pse ke ardhur te ky përfundim? Sa për vete, më the që vetë je i komplikuar. Sa për vete, unë kom met gjithmonë shqiptar. Edhe francezëve tham. Francezëve nuk u tham që jem francez. U tham që jem pura shqiptar. I nën shtetës francez, por me origjinë shqiptare. Çuditërisht, unë kur mendoj, kur shkruaj, e bëj në gjuhën frenge. Por zemrën e kam më shqiptare. Amën e kam shqiptare. Edhe i natin. Edhe i natën, i kam kualitetet, të mirat e të këqinjet të shqiptarëve i kam. Sikur më fal në parantezë, kam pa një dokumentar për Ataturkun. Po. Që ka bërë një shqiptar, po. Po, ka bërë një shkrimtar turk, shumë i madh, skenarin e filmit për te. Thot, të gjitha i ka pas ndoshta si turk, ama i natin e ka pas puro shqiptar. E kemi i natin pak ma të theksum ne se popoj tjerë? E kemi shumë, po. E xhelozin? Shqiptari është i natëshi. Po xhelozin? Edhe xhelos, po. Unë të tham që unë kom takuar me qindra shqiptarë, nga jugu, nga veriu, nga perëndimi, nga lindja. Unë e studioj njërin, jam si një farë sociopsikolog. Kom qef, kom ba për jashtë studime pelagjike, kom shkru një ma tepër se 200 poema frangjisht, po klasike. Gjithmonë kom marrën një rrugë ma të vështirë në rrugë në jetën time. S'kom ba vjersha që i thomëm vjershe lirë, po vjersh klasike. Ashtë shumë zorë. Vjersha klasike ka regula. Sot pranaj, sot janë shumë të pakët ata që shkruajnë, bëjnë një kompozim poemash klasike. Ska. Ndoshta në Francë janë një 10 ose 20, në 66 milion në francesë. Sa është ma lehtë të bësh një poem pa regull, se me regull. Për shembull, Victor Hugoja, që është ma i madhi poet francez, ka kompozu 2 soneta. Është një farë poemi tipik, 2 soneta. Unë kom bë 5. Jam krenar. Prapë por i kthejmë të pyetja, sipas mendimit tuaj, çka na dallon ne shqiptarëve prej popujve tjerë evropian? Dallimet kulturore, ku i shef dallimet mes nesh dhe të tjerëve? Që ecim me dur në gjepa? Jo, është një problem i gjarë, se
së pari është një punë kulture. S'mund të përkrahasojsh një shqiptar i pamësuar me një shqiptar i dishëm, për shembull. Ose të dy me një perëndimor i dishëm ose i padishëm. Kulturat i kemi shumë ndryshe. Por ndryshimi i vërtet është ke karakteri. Shqiptari ka një karakter të fortë. Përgjithsisht, sa ka që nuk e kanë karakterin e fortë, por përgjithsisht shqiptari ka një karakter të fortë. Është inatçi, ajo është shumë e vërtet. Skënderi i Madh ishte inatçi, ma inatçi se Skënderi i Madh s'kishte. Po inati mund të ketë edhe forcë. Unë më duket mund të ketë ma tepër forcë se zbutësi, po. Mirë, një pjesë, jo një pjesë, po mund të them që pjesën gjithë jetën tonë e ke kalu i lidhur me Francën, se dhe në kohën kur keni jetu në Egjipt, thatë që keni studiu në shkollat franceze, që keni mësu për librat franceze, kulturën, literaturën, gjithë ato. Tani du të pyes një diçka, kur jemi tek puna e inateve, atë duket normale që në pragë të shpalljes së çmimit Nobel për letërsi, për shembull, pavarësisht e dojmë apo nuk e dojmë ne Kadaren si person, nuk ka fare rëndësi kjo, ju më keni thonë që Kadareja është shkrimtar par excellence, shkrimtar shumë i madh. Çuditërisht në Shqipëri u hap debati për korespondencat e tij me Enver Hoxhën, me Nexhmije Hoxhën. Të ka rastis ty ndonjëherë shtypi francez me akuzu ndonjë shkrimtar të madh pse ka qenë mik me De Gaulin ose me Jacques Chiracun ose dikend? Atë duket një polemik e tillë e një nivelit shumë absurd, shumë e ulët? Unë personalisht i daj jetën e një shkrimtari dhe veprimet e tij. Veprimet e Kadares janë shumë të mëdha. Veprat e tij. Veprat, po, është një shkrimtar i madh. Botror. Jeta e tij a një gjë tjetër. Nuk hyun në ato punë private ose kështu. Pra duhet me konsideru si shkrimtar. Jo me ja prish punën sepse ishte enverist ose ishte kështu. Ja, s'përzihen, unë nuk i përzi këtë punë. Do thot nuk pajtoheni ju me këtë lloj polemike që shkruajnë gazetat? Ja. Që gjurmojnë jetën private të njerëzve. Kjo është identik sikur me thonë nesër mos me fol për librin tanë, për studimin tanë, për arkivat, po me shkruane që Arif Matjani ka jetu 5 vite me një qenë, është shetit me qenin rreth bregu detit në Francë, që është shumë e parancishme, apo jo? Është e poshtë. Poshtë. Tani, do ju pyes për shtypjen e juaj, jeni për herë të parë në Kosovë, si ju duket Kosova, si ju kanë pritë në Kosovë? Mu më ka bon shumë për shtypje, mirëpritja e kosovarëve më ka bo shumë për shtypje, unë sikur të jem në familje time. Nuk u kam ndej të njëjtën gjë në Tiranë. Ma shumë e çuditshme. Ma mirë të kanë pritë në Kosovë, në Tiranë? Jo, ma mirë.
Jo, kom nejt veten Këtu ma ngrah. me osmozë, një mirëpritje e ngrohtë, nuk e di se si me shpjegu, por sikur të tisha me prindrit e mi, me familjen time. Ndoshta jeta jonë pak na ka bën që edhe ne në farë forme ne shqiptarët në këtan kufirit që kemi qenë nën ish Jugosllavi, pjesa dërmuese jemi eduku me dasht Shqipërinë edhe shqiptarët e Shqipërisë Unë 2 herë më shumë. Gjithmonë kom besu se ka ma shumë patriot kosovar se në Shqipëri. Kjo është mendimi im, që mund të gaboj, por si do qoftë je ndoshta shumë i kënaqur, apo? Shumë i kënaqur. E po ta them përzemërisht, më thonë, nuk kam njeri që u kom pasur një jetë të drejtë. Pa rrotlla, emisioni im quhet pa rrotlla. Të shtremtën nuk e di. Unë kisha kënaqur. Edhe direkt. Kur du me thënë një gjë, unë e thëmë të sakt me njëherë, si plumë. Me këte që e patë në Prishtinë, ma ti për të pyes për Prishtinën, si e spjegon, çfarë përshtypje t'la dinamika e jetës, rinia jo, njerëzit? Po ndahesh me përshtypje të mira? Po mu më bën qefi shumë që është një rini shumë e pastër. Janë të plot me vullnet, dun me arrit në një pozitë me mësimin në shkollë, mësimin në universitet. E ky vullneti kosovar me bën shumë përshtypje. Pyetja ime e fundit është, a duhet ta konsiderojmë veten të gjithë ne, ju, unë, teleshikues ton, shumë me fat që po e festojmë 100 vjetorin e pavarësisë të shtetit shqiptar? Unë shpresa ime është që ky 100 vjetori të bëhat edhe 100 vjetori i bashkimit të popullit shqiptar. Fatkeqësisht nuk e di, ato të bëhat një ditë, po kjo është shpresa ime. Autostrada është hapë për 2 orë tash jemi në Tiranë, po ma mire ma të bashkumë s'kemi qenë asnjëra, je dakord me mua? Jam dakord, po. Zoti Matjani, falenderit shumë që keni qenë mysafir. Unë falenderoj shumë që me keni mirë pritur. Shumë falenderit dhe do ritakohemi, besoj, përsëri në Tiranë, Prishtinë dhe në Paris. Me gjithë qef. Shumë falenderit, sukses për librin e juaj. Të nderuar teleshikues, këtu po e përfundojmë emisionin ton pa rrotlla. Ju rekomandoj të paktën unë dhe shumë kolegë të mi, cilët e kanë lexuar brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, librin e zotit Arif Matjani, Shqipëria. Lexojeni këtë libër. Jo vetëm që do kënaqeni, por do krenoheni pse jeni shqiptar. Do krenoheni me fakte sepse fatkeqësisht shpeshherë ne shqiptar të kemi krenarin pa mbulesë, por nëse do e lexoni këtu për origjinën tonë, historinë tonë, lashtësinë tonë që jemi populli i parë në Gadishullin Ballkanik, atëre me çdo të huj që do uleni dhe do bisedoni, do folni me fakte, do flisni mbi bazën e arkivave franceze dhe arkivave të tjera. Do ritakohemi përsëri të martën e ardhshme, ora 22:00, deri atëherë natën e mirë shqiptar, kudo që jeni.
Natën e mirë, sidomos ju mërgjimtar të dashur dhe gëzuar edhe njëherë 100 vjetori i pavarësisë së gjithë shqiptarëve. Natën e mirë.